Vazhdojnë reagimet e partive opozitare lidhur me ligjin e miratuar në qeveri për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Kreu i Aleancës për shqiptarët Ziadin Sela tha se me këtë ligj nuk është bërë asgjë tjetër përveç se është rregulluar me ligj keqpërdorimi që bëhet dikur me balancuesin. Ai ka deklaruar se Fronti Evropian nuk do të mbështetësë këtë propozim ligj, ndërsa shprehu gatishmërinë për të ndihmuar shumicën parlamentare në krijimin e një ligji më të kompletuar. Në dy faqe ligj, apo nuk është bërë gjë tjetër vetëm se është rregulluar me ligj keqpërdorimi që i bëhet balancuesit. Në nenin 6 të këtij propozim ligji thuhet që çdo qytetar në çdo moment ka të drejtë të deklarojë përkatësinë e tij etnike ashtu siç do ai. Deklaratat e tipit që kjo çështje do rregullohet me letërnjoftim është klishe, është rrënë e madhe. Propozim ligjin e shumicës parlamentare e ka kundërshtuar për të satën herë dhe Bashkimi Demokratik për Integrim. Për më tepër, integristët vlenin e kanë quajtur edhe mbetje, duke thënë se nga mungesa e dijes dhe servilizmit kanë rënuar modelet më të suksesshme të marrëveshjes së Ohrit për demokraci konsensuale. Nuk e kuptuan balancuesin, i cili nuk ishte një instrument administrativ për punësime, por një mekanizëm i konsensualitetit dhe mbrojtjes që siguronte përfaqësim të drejtë, pasqyrim të realitetit demografik dhe ndalonte majorizimin në institucione shtetërore. Nuk e kuptuan as modelin e 2 drejtorëve me nënshkrim të përbashkët në sektorin e shëndetësisë. Historia do t'i mbajë mend me emër e mbiemër të gjithë ata që prekën themelet e demokracisë konsensuale dhe ndihmuan në përmbysjen e një modeli që funksiononte. Ligji për përfaqësim të drejtë është i papranueshëm edhe për Aleancën për shqiptarët e Arben Taravarit nga ky subjekt. Thonë se ligji në fjalë nuk është garanci për barazi reale për shqiptarët, por thellon diskriminimin, thonë se si subjekt që nga fillimi kanë paralajmëruar me këmbëngulje se ky ligj përmban kurthe të rrezikshme. Fatkeqësisht, ajo që paralajmëruam sot po bëhet realitet. Përfaqësues të vlenit jo vetëm që nuk e kundërshtuan këtë produkt politikisht të dëmshëm, por po krekosen me krenari për një ligj të hartuar nga Tanja Karakamisheva-Jovanovska, figurë e njohur për përpjekjet e saj sistematike për të relativizuar marrëveshjen e Ohrit dhe për të shveshur përfaqësimin etnik nga çdo garanci konkrete. Dje, qeveria e ka miratuar ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, i njëjti fillimisht do të dorëzohet për mendim në Komisionin e Venecias, e më pas do të sillet në Kuvent për tu miratuar.